Qyteti i Kërçovës së shpejti do të bëhet pjesë e projektit shtetëror Safe City, apo qyteti i sigurt, i cili ka për qëllim rritjen e sigurisë në komunikacion dhe përmirësimin e rendit publik përmes teknologjisë moderne të mbikëqyrjes. Në një përgjigje për televizionin Uskana, nga sektori për punë të brendshme Ohër, bëjnë të ditur se projekti Qyteti i Sigurt, i cili zyrtarisht ka nisur zbatimin më 1 shkurt 2026, gradualisht do të shtrihet në të gjithë territorin e vendit, përfshirë edhe zonën e sektorit për punë të brendshme në Kërçovë. Sipas njoftimit, tashmë ka filluar vendosja e kamerave në disa nga bulevardet dhe rrugët më të frekuentuara të qytetit, si dhe në rrugën magjistrale që kalon përmes rajonit të Kërçovës. Para funksionalizimit të sistemit do të realizohen përgatitjet e nevojshme teknike. Nga sektori për punë të brendshme Ohër, theksojnë se frekuenca dhe densësia e trafikut në rajonin e Kërçovës po shënon rritje graduale, ndërsa për ruajtjen e sigurisë në komunikacion po ndërmerren masa preventive dhe represive ndaj shkelësve të rregullave të trafikut. Kontrollet e rregullta përfshin drejtuesit e automjeteve dhe mjetet motorike, me fokus në zbulimin e shkeldjeve si drejtimi pa patent shoferi, drejtimi në ndikimin e alkoolit, dokumentacioni i skaduar dhe kundërvajtje të tjera që shpesh janë shkaktar të aksidenteve. Njëkohësisht është rritur intensiteti i kontrolleve të trafikut në të gjithë rajonin, ndërsa tashmë përdoren edhe kamerat elektronike mobil, të cilat vendosen në lokacione të ndryshme brenda dhe jashtë qytetit. Autoritetet paralajmërojnë se do të intensifikohen edhe fushatat parandaluese me qëllim ngritjen e vetdijes dhe kulturës së sigurisë tek të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion. Policia apelon që shoferët dhe pjesëmarrësit e tjerë në trafik të respektojnë plotësisht rregullat dhe sinjalizimin rrugor, duke theksuar se kjo do të kontribuojë në uljen e numrit të aksidenteve dhe rritjen e sigurisë në rrugët e Kërçovës.